Koha e gështenjave. Ky do t'jetë reportazhi i parë që do të prezantohet të mërkurën datë 19 nëntor 2025 në emisionin Pusha Shqiptarçe. Do të udhëtojmë drejt fshatit turistik të Reçit në Malësi të Madhe dhe do të shijojmë një fundjavë vërtet të mrekullueshme duke shijuar jo vetëm gështenjat, por gjithë natyrën e bukur që Zoti i ka falur këtij vendi. Reçi dihet është një ndër zonat më të piktoreske të Malësisë Madhe. Kurse në pjesën e dytë do ju bashkohemi Seljanëve në festën e Zojës Ruzare, që u realizua pak kohë më parë në Sels në njësinë administrative Kelmend. Nga shoqata kulturore Jehona e Kelmendit në bashkëpunim me familjinë dhe emigrantët e zonës. Seljanët jetojnë këto, kanë jetën e tyre, organizojnë familjet e tyre, organizojnë jetën këto, këtë vend mrekullueshëm. Këto mundohna edhe ne për me ardhë, me vizitua të vendin tonë, me bashkëpunua. Kjo u themelua vetëm me dëshirën tonë, ishte menimi jonë që ta bëjmë këtë festë, po faktikisht na ndihmon edhe emigrantat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mësoni më shumë duke na ndjekur të mërkurën datë 19 nëntor 2025, ora 21, në emisionin Pusha Shqiptarçe të TV1 Channel.